Sufjan e Thauri ka qenë muhaddith i njohur në atë kohë. Muhaddithi më i njohur prej dietarëve në atë kohë, e ki thot, do të kisha pasur dëshirë që të garoj me Abdullah ibn Mubarekin në punë të mira. Por njëherë mundova të garoj me ta, edhe nuk mund që ma tepër të qyshe sa 3 ditë, edhe u dorëzova. Nga se kishte njëri që natë e ditë vepronte punë të mira, ishte i dobishëm për njerëzit dhe adhurues ndaj Zotit Xheleshani. Pse? Nga se kishte dietarin tjetër si shembulltir në jetën e tij. I nderuar i vëlla, garimi në punë të ahiretit të largon zili. A e ke pa në këtë dunja? Sa herë mundohemi të garim në punë të kësaj dunjajës, dhe zilia më tepër nështohet. Garimi në punën të ahiretit të largon zilin edhe të shton dashurinë, nga se tjetrin i cili është duke vepruar punë të mira, Allahu Xheleshanuhu ta dashuron atë njeri dhe ta afron në zemrën tonë. E dim rastin tjetër të Omerit me Ebu Bekrin. Boshin gara për vepra të mira. Një ditë Omeri radiallahu anhu tha në veten e tij, kur erdhi koha për të luftuar në luftën e Tebukut, dhe Omeri tha, në këtë rast do t'ja kaloj Ebu Bekrit radiallahu anhu. Shkoj ke pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe Muhamedi alayhi salam i tha, çfarë ke pru të punë? Tha, ja Rasul Allah, e kum pru gjismën e pasurisë. E çfarë i la familjes? Tha, ja kum lanë pasurin tjetër, gjismën tjetër të pasurisë. Ma vonë erdhi Ebu Bekri radiallahu anhu, dhe Muhamedi alayhi salam e pyeti se çfarë ke pru? Tha, ja Rasul Allah, kam pru të gjitha pasurinë, por çfarë i la familjes? Tha, ja kum lanë Allahun edhe pejgamberin alayhi salam. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, thot Allahu Xheleshanu, dhe në këtë shtek, në këtë rrugë, le të garojnë garuesit.